Lam të mirë pa gjumësi, kjo recet i ka lënë edhe mjekët gojë hapur, ja si ta përgatisni. Nëse keni kaluar një ditë të lodhshme, stresuese, të mbytur në punët e përditshme, e doni të gjeni qetësi shpirtërore dhe mos shikoni më shumë se kuzhina, atëherë zgjidhjen e keni në të. Me siguri aty do të gjeni përbërësit e duhur në përgatitjen e kësaj recete fantastike, shlollse për mendjen dhe për shpirtin. E përgatitur me lëkurat e thata të agrumeve, të mandarinave, portokallit dhe limonit, shoqëruar bashkë me kamomil, kanellë dhe karafil, e ëmbëlsuar me pak mjaltë. Ky çaj i shëndetshëm është një balsam i vërtet për të nxitur qetësinë shpirtërore, pozitivitet në mendje, gjumë të qetë dhe do të zgjoheni gjithashtu më të relaksuar ditën tjetër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas studimeve të konsultuara nga gjendja shpirtërore e njeriut, dikton gjumin dhe ëndrrën që ai sheh gjatë natës si një ndikues ditën e ardhshme. Nëse shtriheni të flini duke qenë të stresuar dhe jo të qetë, me një lumë mendimesh që na mundojnë dhe përpiqemi të na zëri gjumi, një përcjellje e tensionit në sistemet tona nervore mund të nxjisë pagjumësinë dhe kjo do ju bëjë që të mos ndjeni as pak të çlodhur. Kombinimi i përbërësve të këtij çaji është fantastik për shlodhjen e mendjes, duke dhuruar kënaqësi shpirtërore, si dhe çlirimin e energjive pozitive. Lëkurat e agrumeve kanë vlera të jashtëzakonshme për sa i përket vitaminave që ato mbartin, si dhe ushqyesve të tjerë natyral. Të kombinuar me kamomil, i cili njihet xherësisht në botën e mjekësisë për efektet e forta qetësuese që ka, bashkë me aromat dhe shijet fantastike të xhinxherit, kanellës dhe karafilit, të gjithë këto përbërës shndrohen në një çaj që të magjepsin tërësisht. Në këtë video do të tregojmë një recetë për përgatitjen e çajit që nxit qetësinë shpirtërore, përbërësit e të cilët gjenden patjetër në kuzhinën e kujdo. Për të përgatitur këtë recetë lehtë në shtëpi, keni nevojë për këta përbërës: lëkura të thata të mandarinave, lëkura të thata të limonit, lëkura të thata të portokallit, kamomil, pak xhinxher, kanellë, karafil dhe pak mjaltë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Hidhni në një filxhan të madh çaj në një lugë kafeje me lëkura të thata të mandarinave, portokallit, limonit dhe kamomilit. Shtoni pak pluhur kanelle në disa karafila. Zjeni ujin dhe hidhni në të filxhanin e çajit, e lini për 15 minuta dhe trazoni her pas here. Në fund hidhni një lugë çaj me mjaltë dhe trazoni sërish. Pijeni të ngrohtë përpara se të shkoni për të fjetur. Do të shikoni se shija unike dhe aromat e freskëta do t'ju përfshin tërësisht në efektet pozitive të një gjumi relaksues dhe gjithashtu do të keni më pak probleme të pagjumësisë. Pagjumësia është një problem e cila duhet të trajtohet, pasi neglizhenca ndaj shkaqeve të saj mund të jetë një nga faktorët që mund të çojnë gjithashtu në ndikimin e problemeve tuaja të përditshme. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia të përzitni produktet e duhura natyrale, të cilat ju ndihmojnë për të bërë një gjumë më relaksues. Stresi, problemet e përditshme, puna e zyrës e të tjera janë faktorët që ndonjëherë gjatë natës nuk e lejojnë trurin tonë të jetë i relaksuar dhe të mos mendojë kur vjen orari i gjumit. Nëse ju jeni një nga këta persona, ndoshta kjo recetë më poshtme do ju ndihmojë. Për të çlodhur, si mendja dhe trupi jon ka nevojë për gjumë, prandaj keni nevojë për këtë përzierje që mund të realizoni përpara gjumit. 1/4 e lugës së gjellës me mjaltë, 1/8 e lugës së gjellës krip deti, 1 lugë gjelle vaj kokosi. Ju mund të pini këtë përzierje siç është ose ta shkrini në një gotë me ujë të ngrohtë. Efekti do të jetë i menjëhershëm. Ky përbërës jo vetëm që do të ketë efekte më të mira në shëndetin tuaj, por gjithashtu do të zvogëlojë riskun e kortizolit duke penguar zgjimin tuaj gjatë natës. Përdorimi i kësaj recete në kushte shtëpie do të japë rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu lehtësimin e problemeve të njëpasnjëshme. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie mund të jetë një lehtësim shumë i mirë i situatave tuaja stresuese dhe gjithashtu në përgatitjen e trupit për një gjumë më të mirë. Çrregullimet e gjumit këshillohet që të mbahen nën kontroll dhe të adresohen te specialisti. Nëse jeni një person që zhvilloni vazhdimisht probleme të pagjumësisë, është e rëndësishme që
Të përgatisni gjithashtu edhe recetat e duhura në kombinim edhe me aktivitetet e duhura për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit dhe për të evituar gjithashtu problemet që ai shkakton. Nëse vendosni të ndryshoni dietën tuaj, atëherë do ta keni më të lehtë të rregulloni cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbani konstante edhe gjumin tuaj cilësor. Ushqimet të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj duhet të konsumohen brenda normës së lejuar, ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm. Sipas Healthline, produktet natyrale të cilat i shtoni në dietën tuaj do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin më të mirë të cilësisë së gjumit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj. Bajamet janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, fibra dhe antioksidantë. Përmbajnë magnez, vitaminën B, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Bajamet janë një burim i melatoninës, hormonit që rregullon ciklin e gjumit. Mishi i gjelit të detit, i pasur me proteinë me element të tripofanit, një aminoacid që rrit prodhimin e melatoninës dhe ndihmon të ndjeni edhe për gjumë. Konsumi moderuar i proteinave para gjumit lidhet me një gjumë më të qetë. Çaji i kamomilit, i njohur për efektet qetësuese, përmban apigenin, një antioksidant që lidhet me receptorët në tru dhe ndihmon në uljen e pagjumësisë dhe nxitjen e gjumit. Kivi, ky frut me pak kalori dhe me vlera ushqyese mund të ndihmojë në gjumin fal përmbajtjes së serotoninës dhe antioksidantëve të tij shumë të rëndësishëm. Lëngu i qershive të thata. Burimet natyrale të melatoninës sugjerojnë se mund të ndihmojnë në përmirësimin e gjumit dhe lehtësimin e pagjumësisë. Ekspertët tregojnë se shtimi i lëngut të qershive në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë në cilësinë tuaj të gjumit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Peshqit e yndyrshëm, si salmoni, toni dhe trofta, janë të pasura me vitamina D, të cilat janë gjithashtu element yndyror që ndihmojnë në shëndetin e trurit dhe kontribojnë në një gjumë më të mirë dhe cilësor. Arrat janë burime të shkëlqyera të melatoninës dhe acideve yndyrore omega 3. Konsumi i tyre lidhet me përmirësimin e cilësisë së gjumit. Çaji i lules së pasionit, përbërësi tradicional për qetësimin, ndihmojnë në rritjen e elementit GABA, një kimikat në tru që ul stresin dhe nxit relaksimin, duke e bërë më të lehtë rënien në gjumë. Orizi i bardhë, i pasur me antioksidantë dhe me indeks glicemik të lartë, disa studime sugjerojnë se konsumi i tij, të paktën një orë përpara gjumit, mund të ndihmojnë në një gjumë më të mirë. Megjithatë, është e rëndësishme që përveç dietës suaj të rregulloni edhe aktivitetet tuaja ditore në mënyrë që të përmirësoni shëndetin e gjumit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe kanellën. Kanella njihet tashmë për përfitime shëndetësore, kryesisht në përmirësimin e shëndetit të gjumit. Shtoni 1/4 e lugës së çajit me kanellë në një gotë me qumësht të ngrohtë. Pijeni përpara se të shkoni për të fjetur për të bërë një natë të qetë dhe një gjumë cilësor. Çaji me sallatë jeshile. Një nga mënyrat më të mira për të luftuar pagjumësinë është çaji i sallatës jeshile. Ajo mund të shërbejë për të bërë një çaj shumë të fuqishëm. Vetëm zjeni disa gjethe sallatë me pak ujë dhe më pas kulloni çajin. Shtoni pak mjaltë për më shumë shije. Pini një gotë çaj një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Shafrani indis. Ky përbërës është shumë i fuqishëm për shkak të përbërësve të tyre, nga komponentët e rëndësishëm që ndihmojnë të bëni një gjumë më të qetë. Shtoni pak shafrani ndier në një gotë me qumësht të ngrohtë dhe i përzjeni mirë. E pini përpara gjumit dhe nuk do të keni asnjë shqetësim gjatë natës. Kështu do të merrni një gjumë më të mirë gjatë natës dhe do të jeni më të relaksuar. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia të mundoheni të rregulloni edhe ambientet e dhomës suaj të gjumit, të përshtasni temperaturat e duhura dhe gjithashtu të mbani edhe një konstante të veshjes. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani gjumin tuaj si duhet dhe të mos vuani nga pagjumësia me kalimin e kohës. Ndjekja e këtyre ritualeve do ju bëjë që të keni një gjumë më cilësor. Nëse gjendja juaj është kritike, adresojeni atë tek mjeku. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.